Gjykata në Bosnjë 364, 365, 366, 367 të kodit procedurës penale të akuzuarit Orges Zhugolli i shqipton dënim me burgim në kohëgjatje prej 20 vite, i cili do të ekzekutohet pasi aktgjykimi të bëhet i plot fuqishëm. Koha kaluar në paraburgim do t'i llogaritet në dënimin e shqiptuar, të akuzuarit i vazhdohet mosa paraburgimi deri në plot fuqishmërinë e aktgjykimit. Obligohet i akuzuarit që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale me shumën prej 200 euro, si dhe 50 euro për fondin e kompenzimit të viktimave të krimit. Ola dëmtuar për realizimin e kërkesës pasor juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridik civil. Gjykata njofton palët se kundër këtij aktgjykimi është e lirur ankesa në afat prej 30 ditëve nga koha pranimit të këtij aktgjykimi nëpërmjet kësaj gjykate për gjykatën e apelit. Gjykata njofton për detyrimin e palëve që deri në fund procedurës ta njoftojnë gjykatën për çdo ndryshim të adresës.